Rëma shikues të Majtas jo djatas, po jemi bashkë edhe këtë hënë. Sonte të ftuar e kam një deputet në ardhje, po për më tepër se kaq është një inxhinier i mirënjohur në Kosovë. Me mua sonde është Ermal Sadiku. Mirë se gjeta shkollën. Mirë se ke ardhur. Duket pak interesant Ermal deputet në ardhje. Që kjo në ardhje është si me full për turshipa. Zdja e përdojt një, a ju kanë ardhur turshit. Nuk e përdori, po më ka lodhë që kjo koha që u dash në ardhë. Që kemet në ardhje. Që kemet në ardhje. Po më duket, nuk dhja janë dërmat gjatat numrime që janë kone, pash kësha ime me... Po, pak të në prej se i maj men gjedhjet, po më duket do procesi ma i gjatë edhe ma i sikletëshem që e kemi pa dhe i dash në kuptimin e rezultatit, sidomos për kandidat që kanë qenë ka fundi i listave, për shkak se, si me thonë, nuk u deke, dhejnë 7.000 vota kur lohatën, atë edhe i pari mundet me hup vendin, se le mo këta që janë ka fundi. Unë kom qenë fund të listës, në kohën matë në fillim kom qenë 14, tani mas votave me post kom dalë vendin 15, për 15 deputetëve të LDK-s, edhe persona që kanë qenë mas me nuk kanë qenë shumë larkë, që me thonë 300-400 vota, ku dione, dhe të ngonë nuk unë i farloj stresi. Se me pas qenë për shemull i 12-13, ose me pas qenë... Ishë një marahat. Ose i 20, ishë një edhe marahat, në shta. Amo, ti s'ke pas arsye shumë e pas stres se ty dollen votat plus masërin në mrimit. Po, dollen votat plus, po besoj shumica kanë qenë shtu gabime teknike të... Po, se s'ka numër i madhë, Ja, 100, po mdukët, 105, 102, nuk jam shumë i sigurt, po e di që sa më kujtojt kanë qenë bi 100 vota plus, po besoj që kanë qenë gabime teknike të numëruzve, sepse kanë kalu në për një procedur bukur të randut më numëru 1 milion vota gati, edhe procedura numërimit, si me thonë, është njeri aty që shpesh gaban e lexon ndryshe, ose nuk e shef, ose... Po, unë personalisht po du me besu që ka qenë gabim. Edhe pse jo në gjitha rastet ke gabim, se aty ku preken gjysa vota, si zëtit Paqarizdi, që prej 14.000 fjuvi me të në 7.000, aty s'ka gabime, se besej. Një shok i joni e tha një dit një foret mirë, tha zoti Paqarizi nuk u koni interesum të votimi, po të numrimi. Edhe mu më bëgjeja një fore me Paqarizin, që tha kishi në overdraft. Me vota. Po dhe tani do të mi këthy. Qësh ka si përvoj për ty se në procesin e parë zgjedhor u ballafaqove me një situatë të tillë që realisht sa një parë që me thonë është që në një proces të parë zgjedhor e ka arrit një sukses të jashtëzakonshëm. Sepse i ka marrë po më duket mbi 14.000 vota. Mbi 17.000. Më falë se ti hupa 3.000, po rinumërimi na ka përcjell. Domthon edhe jenë top 15 e 110 kandidatëve të LDK-s. Përvoja ka qenë prej përvoja ma të bukra njët, edhe ma të vështira njët. Nëse i hekin këto problemet që janë të nivelli tjetër, nëjë problem shëndetësor, nëjë problem familjar, mendoj që ka qenë dër përvojat ma të randa, dhe më thonë, ka që vështirë fizikisht edhe mentalisht nuk ka qenë ndështë as përvoja e shkollimit, as ndështë as e profesionit edhe e ndërmarsis, sepse ka qenë gjithë shka shumë dinamike. Qaj dinamizm është, si me thonë, shumë dopamin, po në anën tjetër edhe shumë stres, një kombinimi i shthurjes të emocioneve, edhe one si person kom qef me fitu, do me thonë, kur hi me bo diqka, nuk hi me bo veç hajt, edhe e mora pak mas... Mas seriozisht. Nuk e di e mora mas seriozisht, se që duhet, po e mora seriozisht edhe pak i nati, qashtu jam, kom qef me fitu, kom qef me bo matë miren që muj me bo. Edhe kur kom bisedu me njerës të qëshnis që janë mundu këshu me mdimu e sane, ton konja u kom përsëri që të sani, kom thonë që nuk mëj me umarën e me gjanat ansore se s'kom kohë, jo kështu ta bojnë, kështu ta njena bëne, unë kom thonë, unë pëdu me besu që kom e fitu, edhe pëdu me besu që bohët kjo punë, edhe me bo qatë që unë e mëj me bo. Mos më unal, deri në ditën e fundit, kom thirë njerës, kom shkru, kom dal, njerës të tjerë kanë thirë për mu,
kanë tentu me i binë që unë jam përfaqësues i denjë tyne edhe gjana tilla, po në asnjë moment nuk më këshyr anash ose mrapa me mendu negativitetin e kësaj pune ose diçka ansore. Edhe kom thonë adin në fund ditës bosh, nuk bosh, ti bënet ma të mirën që mundesh. Dhe flenë ma ratë, dhe më kujtojtë kom pas eksperienca shumë të mira që na duhet nështë një me orë të tona me i s'po ku mu që ashtu më dukën interesant, nështë ta shikusit si dukën interesant heq. Po më kujtojtë një sen që po kam që me ndosë se kom ta me kërkën, i mledha pak para se më janis fëshata, në 2 ditë disa shok me një restoran në Prishtinë, ishim diku një 20 veta, edhe ishte një darkë për diçka tjetër, po edhe unë i thira kështu që me mdihmu, me thonë ashtu. Edhe darka fillim kështu mirë, ata urime, ade normal kena me të një muë, po fillun se cili me dyshu me të drejt në këtë rrugtim, ade normal, a ki shtab, se nuk kam një ere shtab, qa shtabi, nuk e dhe, normal kushtirun votat, normal a i ketë shkru njerëz, a dina po të ndimën partia, qyshje me financa, po jo janë njerëz të tjera aty, është kë mi përmenshin të persona që janë shumë historikisht të mirë edhe të fort në LDK me vota, edhe a i ke njoftu strukturat, unë e s'desha as kush janë strukturat. Me thonë, nuk desha teknikisht as numra telefonit, as emra. Unë s'kom pas ide, për shembull, kush është kryetari i Degës në ku dion e shtime viti Ferizaj, Pej, kur si kom pas ishtu ideja. Edhe ata tu fole pas që fillun shumica mos me besun këtë punë, po jo dhimsha. Edhe nuk dishin që me më thonë, edhe unë menova dhe me eti, dheri sa folqin ata, thash, adhe qysh, nëse une nuk besoj në qitësen, nëse une tërhjek në ata që e filloj më mbrojt, për këtë këtyne fjallëve, këta edhe ma hiq nuk kanë me besu. Edhe menova pak vete, thash, okej, pëndroj keqit qasje që e kam, se qa mund me ndodhë ma keqa se me 29 vjetor me u dukun e pak naiv, ose pak gomar, pos edhe në qëtash për stash si s'po du me duk që ashtu, edhe u qova në kam, një këshyra, thash, unë thash, nuk jam as, ata që i përmenshin të deputet, thash, nuk jam as kë. Thash, unë jam Ermal Sadiku. Edhe këshyra seriozisht kështë në sy. Po s'ka pas i Berisha. Po, thash, unë jam Ermal Sadiku, thash, edhe unë i kam 20 vllazën tavolin. As një unë i thash si kam 20 vllazën tavolin, ose është Ermal Sadiku. Edhe jam qupi tavolinës, edhe kom dal për restoranit. Edhe i kom lon ata. Dhe me thonë, kom shku një orë poshtë, sa një konë 2 gatë edhe kom marrë një kafe, nuk dola grejtë, se thash, s'ka kuptim. Edhe dola për restoranit me i di nervoz edhe që i farë fjalimi një minut që e majta që shto. Thash i kam 20 vllazën tavolin, unë jam Ermal Sadiku, unë e kom bo këta, thash, kjo pun bëhet në që... Edhe kur dola për tavolinit, po getë, jo që dhimta, po ju inspirun edhe ata, edhe janë kondër njerëzit nështë që mas shumë ti më kanë ndimu në Kosovë që kanë mas qasaj dite edhe më thanë të nesë me thanë Ermal, na ke inspiru kështu. Se kështë do të thonë, a more vesh që kanë folë mas i ke ish. Po më tregaj tani njën e pityne, edhe interesant aty janë konë shumë diversi shëshni, ndërmars, ish politikan, të partive të ndryshme me besim, se anë po shëshni, unë e i thira në kuptimin me mandimu, po më kujto të më tregaj njën i tha kena folë, tha tani të natën edhe qatër fillu me u këthy. Për mu ka qenë pak si trek, po në anën tjetër unë dojsha me besu që ashtë. Thojsha nëse une i thëm atyne, po ani bese adin, po provojna, si dijet, se me besu ata. Edhe u konë një moment, se di, nështë ta për dikën duket pak qesharak ose cringe, po për mu që ai momenti, u konë momenti i parë që unë thash, unë do të me u duk si fitus. Do të më duk si politikan... Me kryu mentalitet fitus, për ndryshe pse dikush më qumet një mu. Pse dikush me thirë dikon telefon, kur thot aj personi për cilin po e thiris, s'po doj ka mu barë me këtë punit, s'po besoj kanë këtë punit. Edhe, kum shku, kemi full, pas taj prap, aty në pak nështa edhe i ka nervozu qasja jeme, po nani tjetër edhe i ka inspiru, edhe më kanë tregu ma vonë që kanë full shumë ma pozitivisht mas qati momenti. Edhe sot kur i takoj, halo e përmendin qatë moment në restoran, se ka njerët dvyn me dal prej vetës, prej naturalitetit tënd, për me mujt me ndryshu një rrjedh që është shumë e shvështirë. Tash mi thonë dikojna që unë e kom besu në qatë moment,
nështë ta duk në pak banal, po unë qështu e pa ta konstruktu motivin tem. Edhe kur fëlsha me njerëz rrugë, kisha 30.000 vota ku mi marë, po menoj që 30-35, edhe shumë për që aty në njerëzve sot ma tregojnë, thonë shumë, na u ke duki që ditë shumë. Po vjen keq me më thonë, na u ke duk budal, po thonë, na u ke duki që ditë shumë. Edhe dëvyn në jo vetëm politik, dëvyn në gjithë shka, edhe në biznes është e njejta, edhe në ndërtim të familjes të du të më konë që ashtu, edhe në ndërtim të shoqënisë të du të më konë. Ko do që të përajsh? Pikresht. Edhe kjo ka qenë eksperiencë shvedh. Për dikën do shta e parënësishme, po për mu ka qenë momenti i parë, kërë në i kom ftu njerëzit me mdimu. Me familjen ka qenë gjithashtu shumë, se unë fushatën, si me thonë, kom dash me njësë familje tem, se nëse që thonë nuk... Kur s'do në familja, jo nuk do në skëshia. Vërtet. Blero. Edhe ju shkrujta familjes, edhe unë kam një familje që është ka kështu prapa vitë, nuk janë politik, po janë në luft kanë qenë, jem familje patriotike edhe... Të angazhume një fjallë. Të angazhume edhe... E pash që tash atjem familje tonë në Sibovc të Biliqit, familje të babës, tash ka ndru edhe politika, tash vetëvendosja ka fitu pushtetin, edhe vetëvendosja din me qenë pak hakmarsa, din me qenë pak si shumë hakmarsa, din me bo probleme, kanë dëpërtu në për familje, në për shëshni, në për qapo djene me largu njerës pi punës, mishti njerës të vetë gjana që i bojnë edhe e pash që edhe aty ka fillu me ndiku që kjo farë... Intervenimi pushtetit. Jo, s'pa di që është me u shprej, për herë të parë, dhe me thonë, familja em është një familje që më ka inspiru gjithmonë për trimni, gjithmonë janë konë të njoftën për trimni, edhe nuk janë, edhe kur fola me ta, kur i thash po takomi në bilet që edhe po du mju pa dhe mju të regu për iden rrugën edhe qka unë e po du me bo në këtë ven, edhe thanë, hajde nodë, mledhëm që aty nodë të na, e pash që pak më duke se shumë për ty në punojnë në për komunë, në kek, ku ti qysh punojnë shumica. Edhe më duke që pak jo nuk u tëtëshin, po dyshojshin këtë farë pune. Për një moment, për disa njerëzve që nuk ju kanë tutas ushtrisë të Serbis, këshin fillu me ju tut vetëvendosjes. Edhe që kem më trishtoj si fakt. Edhe në disa njerës që qënë kënë jam inspiru në trimni, e pash që këshim fillu me, edhe kur po thëmë me u tut, nuk është tut klasike, po është tut ndaj hakmarjes në për pozitat punës, në për... Në nëzërë të lashme një fjallë. Pa tjetër. Edhe, ja u shujta një mesazh, që qërë dhe shune rrugtimim tem politik s'kom qare pa njësë familje. Thash unë e ilaqa për tut nuk kam, unë juve ju kam gjakot, nëse ju nuk më besanin mu, unë nuk kam qysh dal jashtë që saj familje me lyv vota. Edhe unë ju pres në biles në orën që kaq, kush dënë malet vjenë. Po get, qërat e më dojnë mu, më kanë shumë, se unë jë më konë pak ma indamë në Prishtinë. Pa dhe po të ndjenë, ma të ndjenë, djali Hazdretit, pak ma shërli. Edhe po get pak i preka, adin këta në trimni që e kanë pikë të dëbt edhe erdhen krejt. Komplet erdhen, dhe me thonë, në takim krejt familja. Ke interesant se në fillim me poshtë që të shëshin ka pak, hezitojshin, edhe kër e kum pa krejt familjen aty në një restoran në bilet që kum pa që adin, okej, adin po bohët, mirë është. Mirë është edhe kanë ardhë, më kanë përkra, dhe për herë të para atje në shkollë, në bilet që me thonë, unë i kam krejt votat, me thonë, të LDK-s që janë pak me gjitha ta, po ato si ka pas LDK-ja kur. Kështu që koni ndikim sa dhe i vogël për qatë shkollë të votimit, po shumë i madhë pastaj në bilet, ku jam dikon i 3 ose i 4 i ma i votumi në komunë. Po që shumë për dikon që ka adëru. Që ka adëru për e të parë, ka fundi. Po, edhe ka qenë normal ndime familjes, ndime strukturave të LDK-s, atje edhe kryetarit Gjafës, edhe njerëzve, kjo ka qenë interesant, pastaj familja e nanës në Kamenic, në Hëgasht, edhe atje më ndër matë votumt, që gjithmonë dushmenis që aty ku i. Normal ti s'ke qenë lartë për politikës në kuptimin që ke qenë për studio televizive, ke komentu vazhdimisht politiken, po pak njerëz që janë të sukseshëm karrieren e tyre, sidomos në ndërmarrësi, i shohim pak që hezitojnë me u kysh në politikë.
Edhe du me ka një farë nëzitje kogja kështu e fuqishme me të futë, sepse këti dim këto probleme që i ka politika, ndërkomsat, bryllat, çka të nëzitje ma shumë ti mu kyç direkt në politikë? Qëre, unë tash kom fillu edhe ma shumë me i kuptu pse hezitojnë. Unë si person nuk ju kom tut kur njët qëtyne konflikteve ose sfidave me e thonë, ose kom dalë në televizion për si inxhinier dhe me thonë, që zakonisht jemi pak ma introvert, pak ma në me kom dalë, kom full për politikë që 5 vjetë kom dhonë mendim, shpesh kom gabu, do shta ma shpesh se që jo dasht, po na kena dhonë mendime, opinione, pa i ditë faktet ose pa u kry një proces. Edhe nuk ju kom frigu shumë kamerave, nuk ju kom frigu linqimeve publike, ose kom thonë, jepe mendimin tënë, edhe në qovë se del që ka qenë i gabum, s'paku ka qenë piteje, nuk tu ka influencë. Nuk të ka ndiku dikush tjetër. Nuk të ka ndiku dikush tjetër. E dyta, po i kuptoj edhe ndërmarrësit e tjerë që hezitojnë, sepse në politikë, se me thonë, në Kosovë, sidomos kjo është këgja demonizume jeta politike. Edhe ty me një farë mënyrë të vendoset një farë vullën balë, ashtu LDK, ose PDK, ose edhe jo veç që të vendoset ty, të vendoset dhe familjes tënde. Edhe këtë sen është shtirë me përbi pastaj. Edhe dush me dash me bu këtë punë, se tash nesër edhe fëmijëve të mi, cilët nuk e kanë asë një faj në kejtë këtë, ose asë një ndikim, kanë mi thonë, kjo është qika ati të LDK-s. Me thonë, edhe një provim kër e kryna një fakultet, dhe shpese që ka me pas jetën e mirë, gjithmonë kanë mja lidhë dhe që ka me pedin që shien ana, dhe me thonë, nashta dhe suksesin e saj kanë mja lidhë dhe që ka me parti. Me parti. Dhe, mu s'kanë mujtë ma lidhë, se prind të mi s'kanë qenë parti, dhe një më konë shumë i qetë në taj krejt këti presioni, po e di që fëmive, familjarve, dhe me thonë, gjdo lëvizje tash që bohët në Kosovë, dhe që ka të familjarët e mi, dikush ka me e pa, ka me thonë, tezja e deputetit të boni kështu, hala e deputetit, qika mi gjës djali tezës tër, edhe nesër nëse dalë me një vend tjetër në politikë, kështu që këtë këto është dasht me i përbije, një pjesë e ma ndërmarsave s'kam pëse mi përbij, pëse mi përbije ka jetën e mi, pëse mi ashtu vetës. Me rëndes. Unë e kom pasar me një farë pike njëtë që më duket që ju përmbusha kështu nuk isha naj dashni me vazhdu naj shkollim atë malë, ku magistrun Gjermani në inxhinjeri, mendoj që do të me kry edhe një doktoratur kur të gjej një kohë, por do të me ditë pse po e kry, për që ata dhe nuk e kom kry dhe i stash. Në profesion, kompania është mirë, është të bënë në 12 vjetë, gjanat janë të rrjedhë mirë, viti kalum ka qenë viti maj mirë në shtaj kompanisë, dhe më thonë nuk është që kisha naj problem. Shërë më rëzat që dikush më rëzat që të sanë, se krejtu anë ku. Jo, viti kalum ka qenë viti maj mirë i kompanisë, kur po thëmë maj mirë nuk ka qenë naj spektakl, po ka qenë në raport me tjera. Në raport me vitet e tjera. Edhe nuk kjo më në shumë, si me thonë, nuk fascinohna shumë me gjana materiale. Me thonë, në kjerën e kam shumë të mirë, por nuk fascinohna me pas shumë më të mirë, edhe nuk kom fascinojnë Ferrariet edhe Lamborghini. Më dukën shumë interesant si pajisje teknologjike, por nuk është që fascinohna me, për shemë unë e kam një pronsu. Po, unë e kam një laptop që 7 vjetë, edhe kur e kom bleju unë i përdërt. Dhe më nëse 15 vjetë e fundit i këqyrë mi kam 2 laptopa. Kur njëtë s'kom pas pajisjet Apple, kur njëtë nuk kom pas gjana interesante që ble njerëz me investu në skia, me investu në teshat shtrejta, nuk është që kam diqka, më pëlqen një tesh e blej, po shumë për ty nuk e di që janë firmat. Edhe që kjo ta shumë ka bo mu që e këmë thonë, okej, unë nashta më imi bo edhe 100.000 euro, 200.000, nashta edhe 1 milion tjera i bëj, po nuk këmë ndërën diqka shumë do venet botës që këmë vizitu, që janë që ma interesant. Nuk e di, edhe tash e kisha një vartë dashnije se e vrejsha që punën që jem të e bu, ndikoj këtë dë njerës, të 10, 20, 30, 100, 200, po thësha paramnu me pas një fuqi me bu gjana dhe ma shumë. Paramnu me pas një fuqi që më nëshme shku si personi shtetit edhe mi thoni kompanisë jashtë, mi thoni hajde këtu, investon na mujna me bu që camë për ty. Paramnu me pas një fuqi me digitalizu këtë sistemin e shëndetësisë. Qëta shkena me hinë që të biset, mësëm he parabrakisht, se edhe një pytje e kam me politikë, se ke qëllu pak përveç kësoj situatës që e folje me zhidhje, edhe në parti situata pak të pak të në tash për tash, nuk është në gjendjen më të mirë në kuptimin që
qaj rezultat që LDK-ja nuk e kurri si që ka prit, i krijoj do situata që rezultun edhe me kuvendin me votimin e dorëheqjes. Ti s'votove, më duket, ajo. Unë Publikisht nuk dulje. Ja, nuk jam delegat, nuk jam. Nuk je delegat. Ja, nuk jam delegat, nuk kom qenë. Se kështë të vetë, votove për akondë. Ja, nuk jam delegat, qëtash është mas leti me thonë kësha votu për Lëmirin. Po, tash po. Tash mas jo kry. Edhe Lëmirit pibin pak në qaf njeri, se kur po fiton Albinin VV me 95%, po thojnë diktatur, kur po fiton kë me 55%, po thojnë i dëfë, që jam i bo me dhënë, që da është mesatarja 70-a. Qërone menaj që Lëmiri kështë e me mujtë, nëse jepet shansë avi popullit, kështë e me qenë kryeministër fantastik, se është ekstrem punëtor, ekstrem i dhonën mas procese dhe mas, po duhet ky popull me fillu me dash një person të tillë teknokrate, jo një person demagog edhe populiste, është pak vështirë. Lëmiri nuk është demagog, edhe i vyn, edhe ai ka me pas vështirë, na duhet me indimu, që me dal pak pik teknokracisë ka populizmi, por nuk është, ai nuk e ka qashtu. Nëse po një shumë populist, në mërë një qafë. E vërtet është tirë me e bu një njeri teknokrat populist, ai nuk besoj as që pranën ai me bu këtë punë, po duhet na me ditë me përçu mesazhin e punës, e jo mesazhin e llafeve tek njerëzit. Duhet mi fillu mi tregu njerëz që ma rëndësi është dikush që punon për juve, ja që ndërtohet ky shtet, se sa dikush që ju flet mirë dhe ju tregon mesele të dobta dhe i ndron këtë fjalët në fund. Po kjo na duhet me shty që jemi afër. Unë arsyeja pse jam në LDK është se Lëmiri më ka ftu. Tash nuk kam në qysh me fol kundër një njeri që më ka ftu asnjëherë në jetë se bëj këtë punë. Po normalisht unë një me një kështu e kritikoj edhe kom e kritiku edhe ai e din këtë punë. Jo në për kështu, po një me një ku më konë për aty në personave që ja u thëmë në ftyrë. Nashta mirënohet në ere pak, po... I kalan. Ma mirë është mja thonë, unë e kom pas që veç ashtu. Vetë jem pozitat në alta që dikun 20 vjetë, unë gjithmon i kom qmu mas shumë të njerëzit që mi kanë thonë sanet në ftyrë. Që ata që një me një më kanë ule, më kanë thonë, e malë. Jetu bo keq. Jetu e bo keq që të punë, adin. Nashta e kom bo prap me temen. Po që ata njerë që mi kanë thonë sanet shumë i kom qmu. Nëjse, nuk po do me të majtë shumë të kjo situata në LDK, sepse je prurje e re, sa i përket kështu Lëmirit në këtë pjesën e afrimit të njerëzve të ri, me nëjë që ka bo një punë të mirë, nuk më jam mohojmë, sepse është diçka që shihet, nuk është rasti veç i Juvut, është edhe i Adelines, edhe i festimit, edhe i plot njerëzve që për dallim prej partive tjera, të pakten o duk që u hap një derë për njerëz të ri, edhe me nëjë që mirë ka bo, sepse partitë të më pasuru me njerëz që kanë diçka me jep. Edhe menoj që një prej atyne që të pakten është zotu për këtë, i edhe ti, ta konvercilën në përgjësi fushatën, e ke pas shumë të centralizume në ato që ka të përshin ty, që është digitalizimi, në përgjësi teknologjia. Më kalon për shtypje kur dëllën pa këto problemet e rinëmrimit që the nëse kur gjësë bëj, ko me digitalizu numrimin e votav. A ke pas ironi, a me ndonë që është diçka që buhet letë, sepse krejt e bojnë gjithë pytje pëse s'pe digitalizoj. Pytje pak e mirë se edhe e rondë, e kom pas me pizamrës plast, e kom shkru, se ta është dikush mund me thonë, të veç deputet jetë, ty... Nuk mundi, për nejse, na po flasim në një situatë... Së vetë kërkosh për këtë punë, po unë mendoj që një pi punëve të deputetit është edhe që kjo, qoftë edhe nëse je në opozit, duhesh me luftu maksimalisht që me mbrojt interesin e qytetarëve, e nuk ka gjatë që e mbrojnë ma shumë interesin e qytetarëve se mbrojtja votës tyne. E unë mendoj me një vend si Kosova, mbrojtja votës bëhet shumë letë me digitalizim të procesit të numrimit. Në shumë shtete kjo nuk është, shtete ma të zhvillume se Kosova, në shtete dhe ma të maja, po në shtetet vogla, me popullsi të vogël si Kosova, është një procedurë letë, ku nuk ka nevoj me ju besu numruzve, ndoshta keq përdorimeve, ndoshta nuk po du me dhonë fjallë të rana këtu, se është prokuroria tash të umarë me këtë punë, po procesi digitalizimit të numrimit, e nështë edhe të komplet votimit, është proces i lirë si projekt teknologjik.
Edhe une dyqysh i besoj Për po thuj i lirë, çfarë kosto mundet me pas? 1 milion deri në 2 milion euro. Kur gjë heq. E cila ish vetëm me kostot që kursehen pi numrimeve, për gjonave, kursehen ato bare me një proces të votimit. E na, sa votimet i kena pas dhe i tash i këshëm kursy shumë herë. Nështë ta me 1 milion dhe 2 milion bëhet një proces i numrimit shumë i thjesht, digital, ato kameratve që egzistojnë, ato din mi ledzu tash këto tikat, din me dalu gabimet, në moment që s'din me dalu me flag, me thonë shqip, Me anashkalu, me lanë qatë proces që pastaj faktori njeri me marë, me analizu, edhe shpejtohet procesjet e tjera, që hem të foljen sa në shumë të thjeshta, që janë mbo që sa vjetë. Edhe, për që ata e kom shkru këtë koment, edhe mendoj që shumica, kom dëgju që këtë proces është nis para disa viteve në parlament, më kanë tregu deputet e LDK-s, më këtë ka qenë impresioni që më ka tregu që është nis i proces, po s'ka marrë bështetje. Jo, s'ka marrë bështetje, është nis një herë para dikun 3 viteve ose 4 viteve, është fol, disa veta e mbo 10-15, ma shumë s'kanë mujt me shty si proces, edhe do me thonë nëse e brenda mund është me shty proceset e tilla. Tani kush i ekzekuton edhe kush i bën është pjesa tjetër, po ideja e ndrimit të ligjit edhe sa ne du të me njësë aty të na. Po, nëse po më nej kostoja nuk është që ka që shtrajt edhe është një praktik që mundet me qenë prezente në vendet tjera, nuk më nej që s'ka arsye më bo. Edhe duhet më bo. Ki kompani në Kosovë shumë të mira që mujnë me i bo këto punë, edhe mujnë me i bo me kostot tullta, edhe mujnë me i bo shpejt, edhe e kam një binde që së në mësë mas kësajna që ndodhe, pa marë parasysh kush është në qeveri, kanë me bo edhe besoj që mirë që e bojnë, kush do të qofë në pjesë e qeverisë, edhe besoj që kanë me bo. Për të kësaj, Ermal ke folë shumë për transformimin digital. Tash, kur thuhet se të fjallësh, unë në kom përshtypjen që ndënë se njerës që jënë të merë me ICT, në përgjithësi me teknologji, jënë rritje, kom përshtypjen që jo krejt e kuptojnë çka i bjen tamam transformim digital, edhe kur ke fut për transformim digital, çka ke menu konkretisht në cilat fusha konkretisht. Gjithmonë po flasim për angazhimin tonë, qoftë si deputet, qoftë si ministër në tarmen, çka kishe ndërmarë, çka shesi ma urgjente me ju nështru këti procesi. Se nëse flasim për administrata të pakte në nivele komunale, po edhe në për ministri, e ka pas një progres dhe ridikon. Adhe në ma nuk ki nevoj me shku me nëzirë certifikat në komunë aty, me shti kryt në shalter, me të nëzonë kryt me shalter, ajo punonësi ose punonësi aty. Tash jenë letësu do gjëra. Çka saksisht ke menu, cilat fusha i ke menu, sa jenë letë të bëshme? Kur folet për transformim digital, unë e ndoj në shumica njerëzve e ndoj në dy sfera ose dy ide, është transformimi i pjesës njerëzore dhe i transformimi i pjesës teknologjike, me thonë. Këto dyjat zbashko e bojnë këtë transformimin digital. Edhe dyjat e kanë ndikimin ndoshta 50-50. Qa po du me thonë është bota tash së në mos në 15-20 vitet e fundit ka ndryshu komplet mënyra se qysh na jetojmë. Për shkak se jemi të lidhën tash mund të ndërlidhën me teknologjinë. E kemi një pajisje në gjep, një telefon që është shumë i fuqishëm, një pajisje teknologjike, procesorike shumë të fuqishme. Jemi të lidhën në internet, secili me një tjetrin. Shteti është gjithashtu i ndërlidhën. Kemi shumë dhana që prodhojnë. Krejt këto janë ndryshe për qysh jemi mësume e bo që është ndërtu një shtet për para. Problemi që sot shtetet kur krijojnë ligje, kur shkruajnë, kur krijojnë procedura, kur nuk e marrin parasysh që të fakt që teknologjia është tash pjesë e jona. Çdo gjë kur bëhet sot bëhet pa e ditë, nuk e kuptojnë ose harrohet më që sot e ki telefonin me veti edhe shumë procedura mundesh me i bo me telefon. Pika e parë që duhet me bo me transformim digital është duhet me ndru që t'idejnë e ndërtimit të legislaturës. Do të me ditash që kure si t'ja nisë me ndërtu një ligj të ri, do të me ditë e tash ekziston interneti, ekziston telefoni, dhe qysh mundet që ky ligj me konë ma i dëpërtush. Ma i dëpërtushëm, qysh mundet që kjo procedur
me u bo pak ma let edhe pak ma mirë, sepse tash kemi pajisje digitale me veti. Ose në shpe, ose në zyre, ose në gjep, ose gjithkon. Se cili pri neve. Edhe që kjo nuk merret parasysh. Për shembull, thojnë për me dash me ndru, tash më me bona gabim teknik këtu, me dash me ndru letër njoftimin, shko bëne një fotokopje të certifikatës, certifikatën e lindjes, mere, bere, këta, sene, vene, po teknikisht i ke që amën është me bo, është në shpe, veç e bo një buton ki me prejk në telefon, porosit letër njoftimin e ri, paguj procedurën sa kushton procesin tek shteti që du të më pagu për qytetarit, porosit, paguj edhe u kry, edhe e të vjen ty në shpe. Edhe nuk ka nevojë as me ta në shpe, e ki letërëntimin në telefon fundi fundit. Veç të ndrohet një dhon, ose fotografia, cilën ti mund është me bo vet, tash nuk i nevojë me shku më ullë aty, se ka këni kamerat, këto që a ullin aty, na fotografojnë. Ja, përshë, e ke qëto procedura ti mund është sot me bo fotografin vetë, se kjo ta një ftyrën, me pas letërëntimin në telefon, lejen e kerit, me i pas certifikatat krejt, me komuniku të ashtot dhana tua me sisteme, kur shkon ti në gjykat me lyp një dokument që si e në nëhetime, nuk ka nevoj se aj kime prej këtu një pull, me thonë dërga ma certifikatën, aj ta dërga në gjykata, sepse ty takon ajo. Okej, bane pagesën, krye shërbimin, që duhet. E krejt qëto sani janë që quhen transformim. Po çka në kupton kjo që duhet me ndrua dhe këtë vetëdia e administratës publike mrapa. Për shembull, para 10 vjetune, kur shkojsh hajma në dokument, më thej ke bima fotokopjën e letër njoftimit. Dhe i thesha, që ku e ki letër njoftimin, bane fotokopjën dikon ti vetë. Thej ke, jo ti bima, thesha, po mu nuk po më vynë fotokopja, ty po të vynë. Nëse ty të vynë fotokopja jame, me rebëne, se është për procedurat tuja, jo për procedurat mia. Edhe administrata publike u qmend ke me qëto fjalët e mia. Sepse nuk është si me thonë, filozofia mbi cilën është ndërtu ai si punëtor, nuk e konceptën çka i thesha. Unë i thesha, për procedurat e tua, ty të vynë me pas një fotokopja aty. Pse po maltreton mu si qytetar, po më qënë që atje dika me bo fotokopje, kur nuk ka për mu së më vynë, nësë ko me lonë, ti ki me lonë dikon. Edhe që kjo du të mundru. Ata e ke që kuptojnë që të proces. Edhe kjo nuk o veç Kosovë, ka qenë shumë shtetet, tash është të ndru. Tash do të me ndru dhe në Kosovë. Në moment që mu si qytetar, kush do qofë shane? U më shtin me shku me usil në për fotokopje, pagesa. Shka bëne pagesën qatje, bëma mu qëto. Unë ja bëjshë, shka bëne ti pagesën, unë e parët ti dho, po ti bë ma zgjidhjen, që mu mos me ma up kohën, mos më shëtit. Sepse nëse mu ma up kohën, nësë më i me prodhu. Kur po thom me prodhu, së më i me prodhu vlerë, qoftë shërbime, punë, shkollë. Edhe indirekt unë ndikoj në dopsim të GDP-së shtetit, sepse jetu ma up kohën me procedura, cila ty po të vynë, jo mu. Edhe, tash, nashta jam pak të e balanzu, po qështu dëmtohet ose nga dalësohet në shtetë. Sot, kur e kena qëto zgjidhje teknologjike në gjep, këtë këto sene thjeshtuan me klikimet të thjeshta. Normalisht, duhet mundru filozofia për mrena, duhet ligjet me ubo që ashtu që me ubo këto në shkimi digital, me ubo platforma në bitë cilat mund është me komuniku. Se nuk është ideja veç me hi në Kosovë dhe me marrë një dokument. Ideja është që edhe gjithë shka me komuniku me njëna tjetërën, se edhe institucionet nuk komunikojnë me njëna tjetërën. Kër po thëmë nuk komunikojnë në mënyrë digitale. Edhe ato kanë procedura, zot me shku një ministri, me një institucion, me këto. Shka regjistroja kerin, shemëll hala është procedura e komplikume me regjistru kerin. Mi marë tabelat. Gjithë shka mund është me bo pi shpis, ose më punë, ose mund është me qelë telefonin, me i thonë me za, për dikon po duket në shta që me po shumë e thjesht, me i thonë me za një asistentit digital, mi thonë të lutë nga regjistra ma kerin, AI-it, edhe a i hinë të këshyrë kur ka më regjistru keri, ka kalendarin, shka në që një email ose një dokument ku du të me qua dhe ta këthen edhe keri registruot. Kur më rinë ti të shpia, veç është kry këtë procedura. Kretë këto e nësane që në Kosovë me bo, veç me pas vullnet, këtë qytetarve ja u implementon qëto sane. Ja u implementon për të doktori, i thu, okej, që ma bëma një termin të mjeku dhe e ki një asistent Ministria Shëndetësisë që ndërton që ja u bën qytetarëve terminet në QKUK që s'ka nevojë me prit. Që të desha më nalë, pak të shëndetësia dhe arsimi, se më duket këtu nevoj ma e madhe në kuptimin që atë nëse të halo përdurët rasa zezë në për shkulla, halo në për sportele të shkruajnë emnin, të vecën numrin e letër njoftimit,
do procese që mendoj kishin mujt më thjeshtësu. Sa janë lehtë të bëshme qëto? Letë janë bëshme edhe që është tragjike është që ka qenë edhe buxheti i ndomë që sa vjetë për mu bo këto platforma digitale, në 4 vitet e fund, 5 vitet në arsim nuk është shfryzu as një cent i krejt ati buxhetit të ndomë 20-30 milion, nuk e di më i me bu, na i gabim teknik tash. Në shëndetësi ka qenë buxheti gjithashtu i alokum, nuk janë shfrytzu paret, nuk është nis platforma. Këto nuk janë lehtë të bëshme, po janë të realizueshme edhe pi kompanive në Kosovë. Për shembull, Star Lab si shkolla digjitale e ka një super platformë për mësim që e kanë zhvillu. Tentoni e ka një super platformë për autoshkollë, për shembull, që e kanë zhvillu Albani me ekip, që mundet komplet mu digitalizu procesi i mësimit të vozitjes. 91 Life e ka një super platformë për shëndetësi që mundet mu bo, nashta në Kosovë, shëndetësia me avancu në nivelet e përëndimit, vetëm me digitalizim. So në menoj që doktorat i kemi bukur të mirë në Kosovë. Po, përderisa po na e merr Gjermania. Pikërisht, mase që ata doktora po dojnë, po shkojnë, po gjejnë punë në Zvicër, në Gjermani, domthonë nuk kanë si individualisht ata të dobët, janë të mirë, po kur hinë me një sistem jo të mirë, pa procedura, pa mbikëqyrje, pa procese, pastaj normal që është shëndetësia më adopt. Dhe kur thonë na shëndetësia më adopt, na nuk thonë që është, si më thonë, urologu më adopt, urologu fantastik, procedura është adopt. Mos thonë pastaj për mekanizmat edhe gjonat e tjera e sigurime shëndetësore. Letë janë të realizueshme si platforma, në kuptimin që ka njerëz në Kosovë dhe ka kompani që veç i kanë bo për vende tjera, për spitale tjera, por normal lypet pak kohë, lypet du të më digitalizu QKUK-ja, QKMF-ja. Kër po thëmë modelizu du të me kriju, për e thjeshtësaj, nuk ka problem drasa e zezë në shkollë. Unë e gjatë shkollimin në Gjermani, për shembull, kur kom mësu programim, në drasë të zezë kena mësu. Interesant. Kur kom hinë test me dorë, kom shkru detyrën programim. Këtë mendojnë që aty në ata kompiterat më të mirë në botë, që ti hinë edhe shkru në... S'ka qenë problem aty. Problemi të na është edhe ma i thellë, të na për shembull nuk ka një platformë të komunikimit mirë fillt mes mësimdhënësit, prindit edhe nxënësit. Nuk ka një platformë ku ti mundesh me mbikëqyrë që ai mësimdhënësi me një fshat Kosovës është duke e ligjëruar të njëjtën gjë, si është duke ligjëruar mësimdhënësi me një qytet ose me një komunë tjetër, që kur po e ligjeron procesin prej fillimit deri në fund me mbikëqyrë, edhe që nxënësi është të e kry punën për cilën është i thirrën. Domthonë nuk ka kështu lexoni që aty diçka, bëni detyrat, do të me di që detyrat janë të kontrollu. Do të me di që mësimdhënësi të e kry. Edhe digitalizimi që cene garanton. Edhe ngritet niveli gjithëmbashëm. Pastaj platforma digjitale i ndihmojnë mësimdhënësve që me bo mësim të adaptum, nëse është fjala e mirë adaptum, adaptive learning, i thonë, që nxënësat me pas detyra të ndryshme varësisht prej nivelit të tyne. Ka disa nxënësa që duhesh me shpjegu tabelën e shumëzimit pak më shumë, shkak se nështë janë me koeficient pak më të ulët, se diçka duhesh mi ngrit ka dalë. Ka disa nxënësa që nëse ti vazhdon me fol veç për tabelë shumëzimit, ata janë e hupin interesimin se ka nevojë për detyra më të komplikume. E platforma digjitale ta mundsojnë që cen. Varësisht se në çfarë niveli janë nxënësi, mundet me i dhon detyra më të vështira, detyra edhe më të vështira, që ai me qenë ton kohë i interesuar edhe i motivuar, për derisa nuk i lën mrapa nxënësat që s'janë tu e kuptu, edhe nuk ik mësimi pi tyne. Se pa platforma digjitale shumë lehtë ndodh që kjo. Për shkak numrit të madh nxënësave, profesori ka shumë vështirë me e kontrollu, vazhdon me mësimin, disa mesin mrapa, disa e hupin interesimin edhe vetëm pjesa e mesme vazhdon me e kap mësim nxënjen, si me thonë. Krejtojnë detaje që rregullohen me çdo farë pajisje, i kanë rregullu bota, nuk është na që po zbulojna diçka, nuk është na që po bojna të partë. Problemi është që na mujna me bo shpejt. Me e bo Gjermania këtë proces e ka shumë vështirë. 80 milion njerëz të shpërndam në një rajon të madh, shtete të ndryshme, çapo di. Me bo Kosova ke bëhet brenda 2 viteve. Komplet shëndetësia për më pak se 2 vjet do të mund digitalizohet. A më e vështirë në kuptimin se a jena na paralelisht me trendet teknologjike në botë, se tash e përmend edhe më herët, është edhe inteligjenca artificiale. A jemi të e njëk si shoqëri po flas tash, çdo trende, a jena gati me rrugtu me tu?
Po, menoj që në raport të përdorimit edhe konzumimit jemi në trend me shtetet e botës. Po flasësh se për një me disa dhëna kallëzojnë që Facebooku për shembull përdoret në Kosovë më shumë se sa në shumicën e vendeve të botës. Nuk po flas në nivel të rrjeteve sociale, po flas në përgjithësi teknologjia. Jemi në nivel të konzumimit teknologjisë. Përdorimit teknologjisë jemi në trendet e botës. Në nivel të prodhimit jemi mrapa, është e vërtet. Po. Kur po them prodhimit këtu nuk kemi shumë inxhinier të AI që mund me prodhuesat një LLM tonin ose se në shtadë nuk është e nevojshme. Por në nivel të konzumimit, një pjesë e madhe e Kosovës ka filluar me përdor ChatGPT, shumë shpejt. Një pjesë e madhe e Kosovës i ka pajisje teknologjike të avancume. Po përdorin për kaq. Një pjesë e madhe përdorin, po. Nisha i njonin kishin TikTok një video u shajke me ChatGPT. Kjo me gjozve shqiptari të shkon nërmenë. Se vas në vo. U shajke me ChatGPT. A ja këthej ke ChatGPT? Jo thejke nuk mund të bëjmë një bisedë më të mirë. Po dhe, e kena një fuqime testu që të pjesë të teknologjisë se kanë për këtë. Mja testu nivellet e durimit. Po kështu që nëse është pyetja për konzum edhe për përdorim, nuk e kemi asnjë problem na me pas një platformë digjitale të avancume se mendoj që shumica e popullit din me e përdor. Edhe nëse s'din ti duhet m'ja undru ligjet, ideet me e bu ma interesante për qytetarin, veç ma interesante. Pa e banalizoj tash, me thonë, nëse e pagun një dënim përmes platformës e ki 20% ma lirë se sa me shku me pagu atje, ose toks. Atë bënë që si fari një letësira, iniciativa të tilla dhe mendoj që ketë kalojnë në digitale. Nësaj e din që me një klik e ka të rezervum termini në spital ose në kontrol dhe s'ka nevoj me shku me prit aty me kriju gushve dhe sane, që është pastaj problematike edhe për QKMF ose diqka, atëherë edhe ai ka me fillu me përdorë dhe shumë letë mësën. Edhe që kjo është ideja atyne që ndërtojnë platforma, që i thonë aje UX UI. Nëse ti ja bën UX-in e mirë, user experience të mirë, edhe një person i vjetër ka më mësu me përdorë. Shumë letë, edhe një fëmijë ka më mësu me përdorë. Me qenë se vjen edhe prej fushës biznesit, sa jenë tu, se me thonë tu, u adaptu edhe bizneset konkretisht me teknologji të reja, sa po mundin me fushë të më përdorem, edhe njëkohësisht, a menon që zhvillimi ka që javëshem teknologjik, sidomos si inteligjencës artificiale, ka me ndiku tregun e punës shumë? Bizneset në Kosovë janë bukur të adaptushme, se i kam su jeta kështu, përse ta une i adhuroj dëgjush ndërmarsa në Kosovë dhe menoj që janë heroj kështu të Kosovës, ata e mësu me lundru me një farë deti shumë dëvërajt që ka qenë këto. Kanë egzistu shumë për tyne në kohë socializmit, të luftës, të qlirimit ku ka qenë pak një farë kaosi, pastaj tash në këtë tregun e lirë të Kosovës, me i thëmë shumë kapitalizmi tegër, pa ta e në mësu me lundru edhe janë shumë të adaptu shumë në secilin situatë. Problemi që ata nuk është që kam pas në i fandimet ma dhe pi shtetit, nuk pa kanë as tash, nuk kam pas letësira, përshem disa pi letësirave që i kam pas, të cilat është shtirë tash me i thonë si politikan, po përshemull qmimi joll t'i rrymës i kanë dihmu biznisit me dalë në shpreje, tash edhe që ajo është u ju hek. Fuqia lirë punëtore sa që indikon keq për dikon, që mundet me ndiku keq apo thëmë kjo, i kanë ndihmu që aty në bizniseve që tash ajo është tu hek, ajo është për të mirë, po misa ta biznisin tash e rëndën në zhvillim. Edhe bizniset tash në njëjtë në teknologji, shumica bizniset që bisedoj me ta kanë përdorin ERP caktume, përdorin aplikacione DM, themelusi një kompani këto që mirët me HR, HRB-së dhe aty shumë klienta lypin produkte për HR, produkte për CRM, për shitje, ERP, përdorin AI mrena. Unë mendoj që janë të adaptueshëm shumë mirë. AI ka fillu në përbot shumë me ndiku negativisht në raport të vendeve të punës, po në Kosovë mendoj që ajo është herët. Ma shumë është të ndihmu në kreativitet, ide të reja,
me qenë ma të shpejt në prodhim të kontentit, me thonë, ashtu se sa që po shoh diçka shumë negative në Kosovë në AI. Në AI në përzi, tash na të folë shumë për ChatGPT që pjesë e vogël e AI-t, po nuk po e vrej ndikimin e spaku të madh heceq, po as të vogël në treg të punës. Unë nuk po e vrej. Ma shumë po vrej rritjet produktivitetit deri tash. Kur po thua heret, andën kupton që ka me pas një periudhë ku mundet me pas ndikim edhe sa mundet me konë që ajo periudhë, Po. edhe cilat fusha mundet mi prek ma shumë ti? AI ka mi prek fushat, në përbot veç ka fillu mi prek, shumë kompani kanë bo largim të madh të punëtorëve, duke u bazu në AI, në Kosovë ka me ardhë kjo punë. Po çka ndikon kjo është që AI fillon edhe i tjetërson pak profesionet. Edhe na duhet me qenë të gatshëm që disa pi profesioneve që kanë qenë mekanike ose të përsëritshme, ato mas leti automatizohen. AI është i mirë me automatizu proceset mekanike të përsëritshme. Edhe që aty ndikon mas pari, do më thonë nëse e marrë me, po e thjeshtoj diçka, nëse e marrë me kontabilitet, po nuk e bu analiza në raport me tregun lokal, po vetëm ke bu llogaritje të përsëritshme diçka, ajo shumë lehtë e automatizuar. Dush me pas kujdes edhe dush me marrë me çka. Nëse e kon programer na i thojnë aty në front-end që veç ka bo slice të dokumenteve të nkuon, ajo automatizohet shumë shpejt me AI edhe s'ka nevojë ti dush me ditash me bo sene tjera. Nëse ke bo në të ardhmen ku diun e radiolog edhe ke qa ke bo të ditën e i ke lexu disa fotografime, po nuk ke hi edhe në sera ma të fella që me mësu për gjana cilat nuk mujnë me u pa prej kamerës spi maqinës, bosh i zavencushëm, stash kamerat po e shef shumë ma shpejtë, shumë ma mire po bën krahasime që apo ti. Këto e në disa pi gjana cilat ka me i prekun e po i hikshë sipërfaqësisht nashta tu bo ka pak gabime teknike, po qa me spjegu për njerëzit që aty ku janë gjana që i përsërit çdo ditë, që s'ka kreativitet të madh, që s'ka ndikim pri seneve subjektive të tregut, AI ka me i zavencu. Çka është më rëndësi për neve është me ditë që du të më mësu me përdor AI sa ma shumë, sepse nëse përdor AI ki më konë ma i shpejt, ma kreativ, ma produktiv, dhe atë spaku, nëse sun e fiton luftën me AI, kemi fitu luftën me ata tjerë që nuk janë të përdor AI. Dhe më thonë, nëse maqina ka me të fillu me të mujt, ti kime mujt atë personin që sot të e përdor maqinën. Edhe qështu kime mbijetu. Tash në këtë drejtim, Kosova dikur ka pas Ministri të Inovacionit. I reduktu në ministri, i heken. Tash në propozimin që pat Kurti, e propozoj prap. Të paktën çatëherë, s'dihet a propozu seriozisht ajo se i rriti ministri dukshëm. A mendon që duhet me pas ministri mas krejt qytyne zhvillime, mas krejt këtyne nevojave që i shpalasëm në emision, a mendon që duhet, apo është që formaliteti kjo pasaj egziston një ministri, apo mundet me bo qeveria tu e involvu për mes dikastireve tjera? Ja, unë mendoj që duhet me pas ministri, duhet me qenë diçka, për mendimin tem duhet me konë një ministri, po duhet me pas e fuqia jo edhe vertikale edhe horizontale në shtet. Sepse sada që unë jam subjektiv, teknologjia sot është pjesa ma e rëndësishme e industrisë në botë edhe që ka ndikim në secilën sferë të jetës. Edhe në shëndetësi, edhe në arsim, edhe në ekonomi, edhe në secilën sferë të jetës, që problem është veç me e vertikalizu, po dush me i dhoni farë fuqie pak horizontale në gjitha sferat e ministrive tjera, por mbyllja e Ministrisë Inovacionit fillim, sepse najna të full për teknologji, po njëjtën kohë kjo po ndikon në inovacion, edhe po ndikon shumë në ndërmarrësi. Atëherë ka qenë Ministria e Inovacionit në ndërmarrësit, tash po shpresoj, me pas qenë LDK-ja në pushtet, e këshin bo Ministri digitalizimit të teknologjisë, ose teknologjisë digitale, po me gjithata, ideja është që me i dhonë prioritet
Kosovës në qatë aspekt, sepse vetëm flitet është folë që sa që 4-5 vjetë është prioritet, por follow the money është konë kjo punë, nëse e ke pa pare që kanë shku në këtë aspekt, u konë zero produkti final. Dhe më në thash, paret kanë qenë për zhvillim të sistemi shëndetësisë, por nuk jenë përdor ato, nuk është bo, kur gjë, në arsim njejt, ka ekstrem shumë procese që mund të realizu në ATK, në dogana, në pjesë tjera të shtetit, kështu që nëse është fokusi edhe vizioni i qeverisë që me pas shtrirje të produkteve digitale në shtet, pa tjetër do të me qenë ministria. Tash më këthy në fillim një për ideve kur e kam bisedu me LDK këtë pjesën e për qatë adhje më kyqë me mujtun e me ndimu në qëtë aspekt në setë Kosovës. Se unë e mendoj që ndikimi jam personal dhe i shumë njerëzve që unë njëf shumë ma i madhë kishte me qenë në ekzekutiv se sa ndështë në legislativ që do ta kem, po tash kjo është qa është dhonë për i popullit dhe në do të me respektu këtë pjesë. Tash nuk e di kur ti me kende bën këtë proces, a i vetëm se e ka propozuni sa më kujtohet herë në kalume një person për minister kësaj. Nuk e të konë kjo Lëzoni Akgjeo nësë s'ka bëj. Po, Lëzoni është profesionist, është një djali i menqëm edhe profesionist dhe punëtor, tash nuk e di si do të shkaj këtë si proces, unë që ka mu i me bo si deputet i arshëm në ardhje, është që ndoshta me marrë pjesë në ato komisionet që kanë bëjnë me këtë industri ose me këtë shkencë, po i thëmë sa ashtu, edhe pastaj me ndihmu qatë sa moj zhvillimin e shënë proceseve, qof me presion të ndryshëm, qof me ndim, me know-how, qof me metoda tjera, po më këthy edhe njerë të pyetja, mos me është tjerë shumë, po do të me pas ministri, do të me pas shumë prioritet ajo ministri, edhe ajo ministri do të me pas një farfuqie qëfar dëshme, se është shtirë me definu, edhe në për ministrit e tjera. Rëman, jemi në krejt në fund, një pjesë të pyetjes të fundi që pëta me ta bo e the para prakisht, pro angazhimi në fushën tuj, tash prej legislacionit, në kuptimin e legislacionit, po thamë, për shkak se të pak të ndej me tani nuk po shije që jeni në ekzekutiv, po qka jem prioritetet tua tjera se deputet? Qka përveç teknologjisë, digitalizimit, qka kanë me konë edhe dy fusha tjera, le të themi, ku ti eshet nevojshme si deputet me intervenu në, hajde po themi 4 vite të ashme, dhe pëse zdjeta, kanë me konë 4 vjeta, një. Po, si prioritet e kam qatë pjesë, sepse qata e di, me qata ju marë, me qata komponu, dhe mendoj që qajo është prioritet. E dyta unë do të jemi, si pas gjitha gjasave, do të vazhdojmë në opozit, që do të me bo opozit, do të mi tregu popullit që është kjo që ka ndodhë në 5 vitet e fundit ka qenë e gabushme, pjesa ma e madhe e kësaj që ka ndodhë, edhe nëse na jepet neve fuqi, do të mund të bëjmë këtë punë shumë a mirë, për venin e Kosovës, për njerës që jetojnë këtu. Ka mu mundu me imbrojt intereset e qytetarëve që më kanë votu edhe me qenë zani i tyne, edhe sit do mos i sektorit privat. Mendoj që sektori privat Kosovë është i lanë në anash, nuk flet kërkosh për ta, nuk e mbron kërkosh interesin e tyne, për mu ata e më prioritet edhe kanë me qenë, unë qaja është edhe një pjesëve që më ka formu mu, mendoj që shteti formohet, zhvillohet edhe ndërtohet, të e fuqizu ndërmarsin sektorin privat, sidomos këtë shtesën e biznisit vogël edhe të mesëm. Mendoj që këtyne do të më dhon prioritet, me qenë zaj tyne dhe mbrojtje interesit tyne, sepse kjo që ka ndodhur tash, ku, si me thonë, është e kundërta aq asaj besoj, me e marë pare prej sektorit privat, me i grumbullu edhe në fund me i shpërnda si vitra pak para zgjedhjeve, unë mendoj është dami më i madh që mund është mja bo sektorit privat, edhe ky dam ndikon ngadalë, po e shkatron është vrejt dorën zamër. Edhe është vrejt. Ke qa bot ato pare shpenzohen dikun konzum,
për një kohë shumë të shkurt, nuk ndikon kurrë në përmirësim të jetës të njerëzve, nuk ndikon kurrë në përmirësim afatgjatë jetës njerëzve, por nuk ndikon kurrë në përmirësim të as në edukim të tyre, as shëndetësi, as kurrë. Kështu që ku më mundu më fokusu në kjo është pjesa e dytë, mas digitalizimit. Pjesa e tretë që kisha pas që me ndihmu është me përmirësu sadopak brandin, me thonë që ashtu brandin e Kosovës në botën e jashtme, dhe që ende vujmë maksimalisht në këtë aspekt. Kosova ende nuk, jove që nuk njifet për shumë shteteve, nuk njifet për shumicës e botës digitale, shumica kompanive të mëdhaja botnore nuk e njohin Kosovën, nuk po mujmë monetizu tani punën këto në TikTok, në YouTube, në Facebook, në qabadi. Të lashet zakonshme që këshime mujtë me ndiku shumë pozivesh pastaj këtu në ndërmarsi, në inovacion, kreativitet të njerëzve. Pastaj edhe në aspekt të investimeve të huja, ku jemi shteti me mas pak të investime në foreign direct investment në Evropë, nëse e hekim se mos këtë pjesën e diasporës që vjen edhe që blenë këtu patundshmëri, mbesim me ekstrem pak investime, edhe mendoj që se cili për neve e ka një farloj detyrimi patriotik, ashtu me thonë, që me pru sa ma shumë investime për i kompanive të ndryshme. Mënyra vetme me pru investime për i kompanive, këtu është me ndreq brandin e Kosovës si koncept. Me fol mirë për Kosovë, mos me fol të nkuon për luft, mos me fol të nkuon për lufta në Kosovë është kry, kena fitu, na e na fitus të luftës Kosovës, do të mi tregu botës që ta ashtu është qetë, është mirë, ka rini që do me punu. Me kriju imazh frekshëm. Jo me kriju imazh të frekshëm që është kriju 5 vjetë në se cilin fjalim ndërkombëtar, qoftë në forume biznesi, qoftë në forume ekonomike. Dhe i do OKB-ja. Por në OKB le të flasim për politikë, po te i ke pa lider ton, kryeministën e presidentën që në forume biznesi, në forume ekonomike, ku din shtete, kanë folë për masakra, për luftë, Serbia, kështu, Serbia është i dina, i kena përjetu ato edhe bota i den, se fundja ata kanë ndërhy. Ata kanë bombardu Serbin për punë, po përndaj që biznesi ose ndërmarë se cilët jetu i folë nuk është i interesu mi dit ato punë. As nuk i vynë sa. Nuk i vynë, në fakt veç e largon, veç e frikon, edhe mendoj që kë brand do t'jetë ma brand pozitiv për Kosovë. Kosova duhet me në Kosovë 5 vite rashme duhet mu folë, që kjo kur po thëmë, nuk po thëmë mos me investu në mbrojtje, nuk po thëmë mos me investu në siguri, sepse ajo është pjesë ke tjetër, sovraniteti, mbrojtja është ke tjesë e pa tjetërsushme, por ti brandin ndërtoj e mirë. Ti brandin e Kosovës, emin e Kosovës, ndërtoj e të tillë që popujt e tjerë, kompanit e tjera, qytetarët e tjerë, me pas qef me arë me pa këtë vend, dhe me pas qef me arë me bledi qka këtu. Jo veç me arë me shqit. Nëse e vreni shumica investimeve që ndodhin Kosovë i kompanive të huja, në kompani që vinë këtu me shqit diqka. Me shqit tesha, me shqit hamburgera, me shqit plaka, me shqit, ose me arë me najmarë rininë dhe me që jashtë. Po shumë pak vinë këtu me bledi qka. Me investu në trajnimet rive, me investu në prodhim diçkafit. Edhe kjo ndodhë për shkak se shqitja është shumë e sigurt. Vjen i shet do hamburgera në moment që ka naj problem e mshel. Por nëse vjen këtu me prodhu diçka, it takes time, lyp kohë, edhe për që ata i tutën ata këti vendi. Se ti jetu i folë që Serbia i ka tenka të ardhë, po në arrin të kofini. Po në arrin të kofini, s'po ki siguri, edhe normal, sillit do ndërmars evropian ose amerikan hezitan si ti ndëgjën këto lafe, thot a din qysh po shkojnë Polonione, ose po shkojnë Bullgari, se atje kryeministi. Nuk kesh vëqiqi. Nuk kesh vëqiqi, kryeministi po kesh, presidentja po qesh edhe po nafton, edhe rrym po ka. Mbi gjitha. Mbi gjitha rrym po ka edhe krejtu e në procesi du të më dalu. Erman, faleminderit shumë, ke knatësi. Shumë faleminderit ty. Kemi pas rastin me full në tavolina private më herët, po në studio po më duket për herë të parë jemi bashkë. Edhe pak ma serioz. Edhe ma serioz. Në tavolina nuk jemi shumë serioz. Vërtet. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Shikues të nderuar, me kaq e përfundojmë majtas së djatës për sonte, ne bashkë shihemi javën tjetër, deri atëherë mirupafshim.